Senegali do të thotë që Jamie Carragher ka të drejtë kur thotë që nuk është kompeticion serioz. Në qoftë se të gjithë lojtarët e Senegalit dhe kombëtarja e Senegalit vendos ta bëjë, do të thotë që ka dyshime që këtu po ndodh një pislik. Është e vërtet? Po prit. Po që do të thotë që kompeticioni nuk është serioz. Nëse ti në një final imagjino të shi finale botrori, Mbappéja që ishte me Messin që i dhan penallti Di Marias, po i marrim gjithë dhe po hikim. Çfarë do të thotë? Ose ti të Argentina kur dha penallti Francës. Okej, shumë dakord. Ose ajo, po nga Argentina si të pret, francezët janë tjetër kulturë, kupton? Për të thënë, që nuk është serioz, gjithë ajo skenjë që u bë, nuk është as pak serioze. Pastaj legjenda e Realit dhe Milanit Brahim Diaz zgjodhi të jetë një leksion më i mirë i kompeticionit. Po aty zgjodhi krenarinë e kombit, të cilin në fillim zgjodhi Spanjën. Spanja refuzoi dhe pastaj zgjodhi Marokun dhe aty donte të vinte drejtësi duke turpruar Senegalin dhe u shpërblye nga Super Mendy.